përgjigjen e meritur. Ju e pat, ishim në një marshim paqësor, dhe marshimi ynë paqësor u shkelmua kushtetuta, u shkelmua çdo gjë, u bllokua rruga dhe këta në mënyrë absolute do të marrin përgjigjen e merituar. Këta kanë kryer një krim të shëmtuar sot, sepse ne po bënim marshimin ton. Marshim paqësor, në kuptimin e vërtet fjalës. Po Edi Balluku dhe Lubi Rama në këtë tokë dhe nuk kanë pashkuar para ligjit. Nuk u lejuat para ministrisë së brendshme. Në firma Piranës, nuk u lejuat para. Ata bllokun bulevardin. Ne do përgatitemi për të gjitha format, edhe i garantoj që e kanë të humur 100%. Turpe mbrojnë 2 kriminalë si Edi Rama dhe Lubi Balluku, mbrojnë Linda Ramen dhe Mirlindën e Akshit, mbrojnë hajdut të shpërftyruar të këtij kombi. Dhe